Liderët e Ballkanit Perëndimor do të takohen në një tjetër summit, në qendër të cilit do të jetë ecuria drejt integrimit evropian. Takimi i radhës do të mbahet në Bruksel në 17 dhjetor, në prag të mbledhjes së Këshillit të Fundit Evropian, duke shënuar summitin e 4 radhëzi të nivelit të lartë. Shqipëria dhe Malizi, edhe në këtë summit, shkojnë si dy prej shteteve ballkanike që i kanë afatet të përcaktuara përkatësisht për vendin ton 2027 për mbylljen e të gjithë kapitujve negociues e deri në vitin 2029-30 integrimin e plot e një hap më pranë Malizi, që shkon me besimin që deri në fund të vitit 2026 të ketë mbyllur të gjithë kapitujt negociues e integrimin deri në vitin 2028. Një takim e këtij niveli u mbajt më 21 nëntor në Tiranë, ku morën pjesë kryeministrat e të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe Eurokomisionerja për zgjerimin, Marta Kos. Takimi i 17 dhjetorit pritet të përqendrohet në gjetjet më të fundit të paketës së zgjerimit 2025, teksa vend kryesor do të zërë edhe në këtë takim plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor prej 6 miliard eurosh. Ky plan synon afrimin e rajonit me Bashkimin Evropian ekonomikisht, por edhe politikisht, me reformat që duhen ndërmarrë të mbështetura nga BE për parafrimin e legjislacioneve përkatëse. Kosova vjen të mbetet në vend numro për shkak të krizës politike, duke mos mundur të përfitojnë nga këto fonde të parashikuara edhe për të.